Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje në lidhje tek pjesa e dashurisë, pra te energjia e dashurisë. Çfarë mendon në këto momente personi i zemrës tuaj për ty? Pra, çfarë mendon në këto momente personi i zemrës tënde? Fokusoje gjithë vëmendjen në këtë video që po ju shfaqet në këtë moment. Dhe keni probleme. Jeni në një lidhje toksike me probleme. Por tek ty, personi i zemrës tënde mendon gjithmonë qetësinë, harmoninë, ekuilibrin. Pra ti për të je qetësia, je harmonia, je një paqe dhe një ekuilibër. Sepse ti je një person që i ke këmbët në tokë, ke gjithçka. Ati jep shumë qetësi. Je si kjo mbretëresh e shkopive, një femër intelekte, një femër e dashur, që i fal dashurin gjithmonë pa kushte. Tek ty ai gjen jo vetëm ekuilibrin, por gjen dhe atë paqe, atë qetësi shpirtërore që i ka munguar prej kohësh. Sepse ti je person magjik, je një person që je i kompletuar, jeton jashtë, punon fort, gjithmonë ndihet pak i mërzitur, sepse natyrisht në largësi i mungon fjala jote, i mungon ajo ngrohtësia jote shpirtërore. Dhe në mendjen e tij, ai do gjithmonë të fillojë një kapitull të ri, të lënë mbrapa gjithçka që s'ka bërë mirë me ty. Pra të ketë një kapitull të ri, të fillojë nga zero, në rrezet e diellit që shkëlqejnë në horizont, ai krenar bashkë me ty të eci në një rrugë të jetës të mbushur plot me pozitivitet. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërm të alfabetit, me gërmën